Kryeministri Edi Rama shpërndau në profilin e tij në Facebook foto nga takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte në Hag, ku do të zhvillohet samiti i Aleancës. Kënaqësi të takoja sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe mikun e çmuar Mark Rutte, me të cilin folën për angazhimin e samitit Ballkanin Perëndimor, investimin madhor për portin e ri të Durrësit, ku NATO do të angazhohet për terminalin ushtarak e po ashtu edhe për përgatitjen e samitit 2027 në Tiranë, shkroi Rama ndër të tjera. Sipas agjendës, prioritet është rritja e shpenzimeve për mbrojtjen për të përmbushur kërkesat amerikane për arritjen e kuotës 5%. Raportohet se të gjitha shtetet e kanë pranuar në parim përveç Spanjës, që e konsideron të paarritshëm këtë kuotë. Natyrisht që situata në lindjen e mesme pritet që të jetë një pikë diskutimi pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara. Fillimisht me sulmin ndaj Iranit dhe më pas me negocimin e armëpushimit. Gjithashtu do të flitet për mbështetjen e Ukrainës në rezistencën që po i bën përpjekjes Rusisë për pushtim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, në fillimin e tij para nisjes së punimeve të samitit, shprehu mbështetjen e tij për veprimet e presidentit amerikan Donald Trump. Pyetja e parë që më bë ishte: "Mark, a janë ende Shtetet e Bashkuara me ne?" Sigurisht që janë, mjafton të ndizni televizorin kur Emmanuel Macron viziton zyrën në Voale, kur Keir Starmer ishte atje apo Giorgia Meloni e vizitoi. Dhe me qëra fjala, ju lus që të shikoni pamjet e vizitës sime atje, ka një përkushtim të plotë të presidentit amerikan dhe të leadershipit të lartë të SBA-s në NATO. Megjithatë, kjo vjen me një pritshmëri që ne më në fund të adresojmë këtë problem të madh dhe irritues që ne nuk po shpenzojmë mjaftueshëm. Si europian dhe kanadez, ata duan që të barazojnë kuotën me ata që SBA shpenzon. Mesazhi im për kolegët e mi europian është: mos u shqetësoni kaq shumë. Filloni të siguroheni që të hartoni plane investimi, që të vendosni bazat tuaja në funksion, që mbështetja për Ukrainën të mbetet në një nivel të lartë. Për fat të mirë është ende sot, duhet të them se kjo është ajo që mbi gjitha duhet të punoni dhe të mos shqetësoni më për SBA-t. Ata janë atje, ata janë me ne, tha Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i NATO-s.